Mirë mbrëma Gostivari, i nderuar shef i shtabit miku im Hazir Aliu, i nderuar bartës i listës Bashkim Hasani, i nderuar kandidat Sebajdin Dauti, të nderuar deputete, ministra, funksionar, të nderuar motra dhe vëllezër, kam nderin dhe kënaqësinë që sonte të ju drejtohem juve këtu nga sheshi i Gostivarit dhe jo nga skutat atje ku fshehen ata. Mu ashtu si tha profi Aziri, ne jemi këtu transparent para jush faqebardh dhe mbrëm pam një skenë të neveritshme, të gërditshme, të përqafimeve falco, të bustjeshjeve falco, të atyre që nuk lanë gjë pa thënë dhe pa etiketu njëri tjetrin dhe në fund u gushën, u puthën, u jargavitën dhe nuk e di se çfarë ndodhi. Të nderuar të pranishëm, se çfarë ka ndodhur në Prapavi, unë sonte do të mundohem për hir të sinqeritetit, borxhit që ja kemi Gostivarit dhe qytetarëve të këtij vendi, ta zbardh të vërtetën e Arbenit dhe dashurinë falco me pacientin e tij. Tash nuk e di çfarë ndodhi, a janë në varshmëri të terapisë që mjeku ja dha pacientit, apo mjeku e kapi sindromi dhe smundja e pacientit. Arbeni ka deklaruar se Aliu është i smur psikik. Është Ramon Morina në kup jon katror. Për BDI ka thënë se është kanceri i shqiptarëve dhe asnjë njeri normal nuk shpreson se ndryshimi mund të bëhet me BDI-n. Dhe shumë kvalifikime tjera. Dhe si ndodhi ai ndryshim radikal i Arbenit, unë sonte do mundohem me disa fjali të shkurtra, tua bëj të qartë dhe tua elaboroj të gjithë qytetarëve të Gostivarit. Arbeni nuk ka hallin e shqiptarisë. Sa kemi qenë në koalicion, kurrë s'ka përmend se ka dëni motiv qytetar, kombëtar apo dëni breng qytetarëve, por momenti kur nisi krisja në Vlen ishte kur ai deklaroi papritmas në televizion se ka nis një jarani të re me Ali Ahmetin, duke qenë në koalicion me Vlenin. Dhe pastaj nisën ato kërkesat e çuditshme, kërkoi 6 komuna të mjepën mu me pretekstin se jam më i madhi, më i forti dhe nuk e di çka, dhe ne nuk e kishim hallin të ndarja, po e kishim të ndryshimi. Dhe ajo që nuk na toleron të neve atë luks, pasi që aje deklaroi se jam në komunikim me Aliun, ne i tham se duhet përcaktohesh, jam me Vlenin, jam me Aliun. Aq ma tepër, ne ishim dakord që japëm një komunë tepër, pa i kërkon të 6 komuna dhe ne i tham të japim komunat ne, dhe të shkosh në BDI, kjo nuk kalon, dhe nuk është e ndershme. Edhe pse vu veto, 6 komuna i du me çdo kusht, a i përfundoj në BDI me 4 komuna. Dhe kjo hipokrizia e radhës e Arbenit. Dhe më pastaj, a i dul deklaroj, tha, nuk kam asnjë problem me kryeministrin, ka qenë shumë korrekt. Duke ju vardis që të mbes në qeveri, bile edhe kryeministri e ka thënë se i ka thënë a bën ti largojsh këto të Vlenit nga qeveria, dhe më pastaj i ka thënë kryeministri ta marrëm BDI-n në qeveri. Dhe kjo është e vërteta Arben Taravarit. Nuk e di çfarë ndodhi. Unë gatru me Soravin, unë gatru me kreditet sërbe, unë gatru me Gjoka Construction, nuk e di se ku e kapi Aliu që ai me çdo kusht donte ta përçaj Vlenin dhe ta sjell BDI-n në qeveri. Po ki film kurri nuk do të shihet, as nuk do të kaloj. Të nderuar të pranishëm, se sa falco është ajo paraqitja atine
që i ka gërdit gjithë shqiptarët e në veçanti Gostivarin. Aliu thot se Arbeni u bashku me ne për shkak çështjes kombëtare, në prezencë të njerëzve, ndërsa në ato kuluarët e mbyllura e di si thot, këtë e kom burimisht nga njerëzit që kanë ndodhë tavolinat ku është bisedu. Këtë turkun e Gostivarit e mora që ta prish Vlenin, ki e prishi edhe frontin edhe AKI-n, dhe asë një send sumsol në AKI, vetëm se largime, përplasje dhe përçarje. Të nderuar të pranishëm, si mund ato të ftojnë dhe të thirin në bashkimin e shqiptarve, kur njëherë su bo bashk Aliu me Arbenin me Zjadinin. Edhe kur jenë detiru të jenë bashk më një salë, jenë ullë larga se marën mas. Marën spoj, thot populli këtu të ne. Dhe ju naftoni për bashkim, ju naftoni për referendum, ju naftoni për çështje kombëtare, jo bese as një send su lidh, as me qytetarin, as me kombin, as me halët e njerëzve, ju keni qera interese. Keni interesat të biznesit, keni interesat të asaj që tha Vučići. Kom frikë se do hub BDI-a në Maqedoni. Prandaj edhe u ka lishu 5 milion kredi për të ble vota. Dhe unë e thash fshatin tim, kësaj radhe edhe votat edhe parët që i keni marë, i keni vjedh nga qytetarët do vahargjojmë, edhe kredin sërbe do vahargjojmë, edhe me shumë rezultat të thellë ju fitojmë. Prandaj të nderuar banor të Gostivarit, ju ftoj që me 19 tetor të flisni në një zë, për t'i thonë stop allazhvereshit në emën të Gostivarit, në emën të qytetarit, në emën të shqiptarisë, dhe që në fund del se jëm bashkëpunëtor të Serbisë, jëm bashkëpunëtor të Open Ballkanit, jëm bashkëpunëtor të hegemonisë serbe dhe të Vučićit, dhe asgjë s'kan nga ajo që thonë krenari kombëtare apo shqiptare. Për ne krenari është ajo që e paraqiti profi këtu, punojsh me nder, me projekte, me transparencë, me njerëz, me kandidat, me kredibilitet, që është i dëshmuar jetën e vetë dhe nuk ka asnjë aferë korruptive. Andaj duke votuar Sebajdin Dautin, edhe Barcin e listës me ekipën e vetë, Gostivarin, po e përfaqësojmë denjësisht dhe shpresoj se këtu do t'jetë ndryshimi dhe befasia edhe fitoria e radhës e Vlenit. Ju falenderit dhe na priftë mbarë.